Një lajm I rëndësishëm për sektorin e bujqësisë, janë shuar kamatvonesat për të vetpunësuarit në fushë, duke u dhënë mundësi fermerëve të rregullojnë detyrimet e prapambetura pa penalitete shtesë. Vendimi synon të lehtësojë barrën financiare për fermerët dhe të nxjisë formalizimin e aktivitetit bujqësor. Sipas autoriteteve, kjo mas krijon mundësi për një rifillim të qëndrueshëm ekonomik për të vetpunësuarit, të cilët përballen prej vitesh me vështirësi financiare si pasojë e tregut, kostove të larta dhe sfidave natyrore. Përfitues të kësaj nisme janë të gjithë të vetpunësuarit në bujqësi që kanë detyrime të prapambetura, ndërsa procedurat për përfitimin e faljes së kamatvonesave do të ndiqen pranë strukturave përkatëse tatimore. Kjo mas pritet të ndikojë pozitivisht në rritjen e likuiditetit të fermerëve, në përmirësimin e marrëdhënieve me administratën tatimore dhe në zhvillimin e mëtejshëm të sektorit bujqësor në vend. Autoritetet theksojnë se ky është një hap konkret në mbështetje të prodhimit vendas dhe fuqisimit të ekonomisë rurale. Fermerët tashmë do të kenë më shumë hapësirë për investime në teknologji dhe zgjerim të aktivitetit të tyre. Gjithashtu pritet që kjo nismë të ndikojë në rritjen e deklarimit të ardhurave dhe formalizimin e sektorit. Ekspertët e bujqësisë konsiderojnë këtë vendim si një lehtësim të domosdoshëm në kushtet aktuale ekonomike.